Gjendja politike në Kongresin Amerikan ka prekur një pikë të rrezikshme duke shkaktuar kaos në aeroporte të ndryshme në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht skenave që raportohen nga mediat amerikane, as republikanët dhe as demokratët nuk nguten që gjejnë kompromis për buxhetin. Palët janë gozhduar në qëndrimet e tyre dhe nuk bëjnë lëshime. Republikanët e Trump duan shkurtime të shpenzimeve në mënyrë masive, ndërsa demokratët kërkojnë vazhdimin e benefiteve në sektorin e shëndetësisë për miliona njerëz. Teksa Tymi Bart nuk del në Kongres, shumë po flasin për një ëndër amerikane që po merr fund për revolucion politik dhe një krizë së cilës i dihet vetëm fillimi, por jo fundi. Për të parë më në brendësi të kësaj çështje, do të ndajmë një bisedë me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Akri Çipa, që në bashkohet online nga Shtetet e Bashkuara. Akri, kënaqësi që t'ju kemi në program online sot. Kënaqësia ime. Falenderoj për ftesën. Shtetet e Bashkuara kanë tashmë 37 ditë pa një qeveri në funksion të plot. Gjithçka bëhet vërtet për një buxhet apo në këtë krizë të rëndë politike ka diçka më të thellë? Po, nuk është çështja e buxhetit në vetvete, është përpjekja e të dyja palëve, si republikanët si demokratët, për të konfirmuar atributet e tyre politike kundrejt një elektorati që po shkon vitin e ardhshëm drejt zgjedhjeve të mesmandatit dhe kur ka një presion nga baza të dyja partive për të qenë besnike në kuadër të premtimeve që kanë marrë dhe të programeve që kanë mbështetur në mënyrë konstante. Është padyshim mbyllja e qeverisë më e gjatë në historinë moderne të Amerikës dhe sikurse përmendi dhe kronika juaj pak më parë, ka një ndikim tek një pjesë e madhe e sektorëve të jetës së përditshme, duke qenë se ndikon në mënyrë drejt për drejt tek një pjesë e atyre punëmarrësve qeveritar, të cilët nuk paguhen tashmë dhe janë dërguar drejt shtëpive të tyre pa mundësi page për këtë periudhë të zgjatur kohe. Për republikanët është një përpjekje e tyre për të konfirmuar nëpërmjet këmbguljes tek benefitet e shëndetësisë për të shtyrë debatin rreth tyre, duke qenë se është dhe një premtim që zoti Trump e ka pasur më përpara dhe ka dashur ta konfirmojë edhe nëpërmjet këtyre diskutimeve tani, ndërkohë që demokratët kanë një presion nga baza e tyre për të treguar më agresiv në kuadër të projekteve dhe planeve të presidentit Trump, të administratës së tij, dhe ka një presion të shtuar për të qenë më këmbgulës në pozicionet e tyre dhe të mos lëshojnë pe. Kjo përplasje ndërmjet këtyre dy vizioneve, ndërmjet këtyre shtytjeve që vijnë në një pjesë të madhe nga baza, ka sjellë këtë ngërç politik që tashmë zgjatur në kohë dhe sikurse tham ndikon në mënyrë për drejt te një pjesë e madhe e shtetasve amerikanë. Ndërkohë ju jetoni Akri në Amerikë, keni hasur këto kohë vështirësi që ju kanë kushtëzuar jetën nga mbyllja e qeverisë, qoftë në linjat ajrore apo qoftë edhe në shërbimet të tjera federale? Po, në mas të madhe deri më tani jo, më së paku unë jetoj në New York dhe në një qendër si New Yorku që pjesa më e madhe e shërbimeve janë private, nuk ndihet kaq shumë, por ka lokalitete, ka zona dhe ka sektor specifik të cilat varen shumë nga shërbimet qeveritare, të cilat janë prekur dhe kanë sjellë zvarritje ose dhe ngërçe të zbatimit të procedurave të ndryshme të cilat kërkohen. Më së fundmi kjo me linjat ajrore është një presion i zotit Trump në fakt për të ushtruar trysni ndaj demokratëve në mënyrë që të ulen në tavolën e diskutimit dhe të pranojnë rihapjen e qeverisë, qoftë edhe për një afat kohor të shkurtër, duke dhe mundësi më pas për një proces negociatash më të zgjatura për të adresuar problematikat që mbartin të dyja palët dhe që kërkojnë të ngrejnë si pjesë të këtyre diskutimeve. Deri tani nuk ka funksionuar, duhet parë se si do të vazhdojë të jetë presionin e të dyja palëve, por mendoj se kjo kohë që është zgjatur tashmë kaq shumë është një kohë mjaftueshme për dy palët për konsideruar një fitore në qendrimet e tyre dhe besoj se duke filluar nga java e ardhshme do ketë një qasje më konstruktive nga dyja, nga leadershipi demokrat, si nga leadershipi republikan për të gjetur një zgjidhje, sikurse përmenda afat shkurtër më së paku, për të kaluar një plan financimi të qeverisë për disa muaj. Por kush po e fiton vërtet këtë betejë politike në Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo perceptimi masiv të paktën është se amerikanët po humbasin besimin në kastën e vjetër politike? Po, për demokratët ishte një tregim muskush pasi në fillim të mandatit të zotit Trump dhe më herët gjatë këtij viti patëm një përpjekje të ngjashme për të
penguar procesin e kalimit të buxhetit duke vënë disa vija të kuqe, të cilat më pas dhe demokratët i lëshuan dhe i çeduan. Dhe leadershipi demokrat u kritikua mjaft në atë kohë, veçanërisht zoti Schumer, senatori nga New Yorku, i cili drejton demokratët në Senatin Amerikan. Tani ka fituar disa kredenciale përsëri vetë zoti Schumer dhe gjithë leadershipi demokrat nëpërmjet këtij qëndrimi brenda bazës demokrate gjithmonë, dhe është një lloj rikonfirmimi i atributeve të tyre, kur sikurse thash ka presion të ndryshme brenda partive dhe pse jo edhe kërkesë për ndryshim leadershipi brenda tyre, kështu që për leadershipin demokrat konsiderohet një fitore në vetveten qëndrimi historik që ka mbajtur për gjatë këtyre ditëve. Për sa i përket rafshit më të gjerë, përpjekjes për të realisht qeverisur mirë dhe shërbyer mirë qytetarët amerikanë, besoj se për vetë faktin që kemi një administratë republikane, kemi një kontroll të republikanëve, jo vetëm Kongresit, por edhe të ekzekutivit, ka një presion dhe një lloj marrje përsipër të përgjegjësisë nga vetë republikanët, dhe besoj se këtë do është reflektuar më së paku në javën e fundit edhe në sondazhet e ndryshme që janë bërë të qytetarëve amerikanë. Dhe po të shikojmë edhe aprovimi për qeverisjen e zotit Trump ka ardhur në ulje për gjatë këtyre 2 javëve të fundit. A është kjo ndoshta një mënyrë që presidenti Trump të gjejë fajtor për dështimet e tij të mundshme në zbatimin e premtimeve elektorale dhe ndoshta të zbatojë një prej tyre që ishte zvoglimi i armatës së punonjësve federal, sepse shkurtimet masive kanë nisur? Po, në fillim të administratës, zoti Trump bëri shkurtime të mëdha, duke u nisur edhe nga ai që ishte një departament ad hoc që u krijua për eficiencën qeverisëse, të cilën e drejtoi për një periudhë zoti Musk, dhe që realisht solli shkurtime të departamenteve të agjensive të cilat në masë të madhe u kritikuan nga demokratët, por u përshëndet nga një pjesë e votuesve amerikanë për atë që u pasi ulje të shpenzimeve të panevojshme. Në këtë sens, zoti Trump e ka fituar një krediti brenda premtimit elektoral që kishte, dhe mendoj se nuk e shikon, ose më së paku nuk e ka domosdoshme këtë fazë të re të shkurtimeve tashmë të detyruar që po vijnë për shkak të mungesës buxhetit të aprovuar nga Kongresi. Ka metoda të reja dhe ka sigurisht edhe një platformë të gjerë zoti Trump mbi cilën mund të pretendoj sukses, pa qenë nevojshme që të fokusohet pikërisht tek ky element që është bazik në fund të ditës. Financimi i qeverisë është një element bazik i Kongresit dhe një përgjegjësi e Kongresit në këtë rast pa aftësi e tyre për të realizuar një detyrë bazike, duke sjellë jo vetëm një bjerje të besimit të votuesve amerikanë dhe të qytetarëve amerikanë tek një institucion kyç sikurse është Kongresi Amerikan, por edhe një zgjatje të polarizimit politik që ka pushtuar tashmë jetën publike amerikane dhe që shkakton një kosto tek besueshmëria e publikut kundrejt institucioneve dhe në fund të ditës kundrejt demokracisë. Por ndërkohë, çfarë pasojash afatgjata mund të ketë ky shutdown për ekonominë amerikane dhe për besueshmërinë e saj ndërkombëtare, veçanti? Po, duke nisur tek elementi i parë, tek plani financiar, ka një kosto për ditë që rritet nëpërmjet mungesës kalimit të buxhetit dhe këtyre sektorëve sikurse tham, të cilët kanë krijuar ngërçe, kanë krijuar që mund të quhet bottleneck, pengesa të mjaftuara për ekzekutimin e procedurave standarde që nevojiten nga qeveria federale dhe që ndikojnë tek jeta e qytetarëve, po ndikojnë tek bizneset, tek procedurat e ndryshme për hapjen e bizneseve, për regjistrimin e tyre, për çdo lloj veprimtarie ekonomike e cila varet dhe ndërvaret në fund të ditës nga shteti federal. Kështu që ka një kosto financiare e cila prograritet dhe shtohet ditë për ditë. Në rrafshin e besimit, që sikur se thatë ju dhe të imazhet që ka Shtetet Bashkuara, është një goditje e rëndë për imazhin për shkak se funksionaliteti i demokracisë amerikane ka qenë gjithmonë një shëmbëtyr tek e cila janë frymëzuar mjaft vende në përballë dhe kanë parë gjithmonë si një lloj ylli polar për atë që është një shtet funksional demokratik dhe që garanton më së paku elementet më bazike të qeverisjes funksionale për qytetarët e vendit. Fakti që kemi një lloj zgjatje të procesit, por edhe jo vetëm kjo, edhe një përsëritje të shutdowneve dhe të mbylljeve të qeverive për gjatë dekadës së fundit, një përshpejtim të tyre, nëse i referohemi
periudhës më të mëhershme politike amerikane, tregon që ka një lloj bjerje të besimit tek ky imazh demokratik dhe tek mirë funksionaliteti i sistemit politik amerikan. Është një mesazh që Shtetet e Bashkuara mund ta evitojnë dhe leadershipi i dy partive mund ta evitonte fare mirë. Presidenti Trump pranoi se mbyllja e qeverisë ndikoi në zgjedhjet lokale që u mbajtën pak ditë më parë, siç e konfirmuat edhe ju në analizën tuaj pak pyetje më parë, por a qëndron vlerësimi se ajo që nxorrin pa rezultatin në New York ishte një lodhje tek kasta vjetër politike apo ishte thjesht mungesa alternativave serioze në atë garë? Po ka disa, mendoj se gara në New York për kryetarin e Bashkisë së New Yorkut është pak më specifike për vetë natyrën se si ishte së ndërtuar dhe për vetë aktorët politik tek të cilët u vendos Zoti Mamdani, i cili u zgjodh pasi fitoi primare demokrate, një emër i ri, jo vetëm nga mosha rishtare, por edhe nga eksperjenca politike, dhe një person i cili mund në primare demokrate ish guvernatorin Cuomo, i cili tashmë ka ndodhur si i pavarur në zgjedhjet e kësaj jave. Pra kishte një kontekst politik shumë specifik ku në fund të ditës të dy rivalët kryesor vinin nga kampi demokrat, pavarësisht se zoti Cuomo kandidoi si i pavarur pasi humbi primare demokrate. Dhe nëse shikojmë edhe kandidati republikan, zoti Sliwa, mori një përqindje shumë të ulët, më pak se 10%, e cila është pa precedent për një garë të tillë për një parti të madhe sikurse është Partia Republikane. Për te New Yorku që ka specifikat e tij, mendoj se duhet parë garat e tjera, të cilat ishin përgjatë kësaj jave dhe ishin mjaft më domethënëse për zhvillimet politike amerikane, garat për guvernator në New Jersey ose Virginia për shembull, të cilat u fituan nga demokratët dhe u fituan në mënyrë bindëse në Virginia duke shkaktuar një ndryshim të pushtetit pasi deri më sot ishin një republikan në krye të zyrës së guvernatorit, ndërkohë që në New Jersey, pavarësisht se sondazhet tregojnë një garë të afërt, kandidati demokrat fitoi me diferencë të thellë ndaj rivalit republikan. Pra tregon që kishte një lloj qefmbetje të elektoratit në këto dy shtete kundrejt republikanëve dhe sigurisht mund t'i atribuohet edhe një nga zhvillime që lidhet me mbylljen e qeverisë dhe me mungesën e financimit të buxhetit shtetëror, por jo vetëm aq, edhe me një lloj reagimi gati instinktiv që mund të ketë ndaj një administrate në pushtet, sikurse është ajo e zotit Trump, e cila është polarizuese në vetvete. Janë tregues politik të cilët mendojnë se do të analizojnë dhe do të krijojnë mjaft informacion të nevojshëm edhe për zgjedhjet mes mandatit të vitit tjetër, që do të mjaft përcaktuese se kush do të mbajë kontrollin në Kongres. Ndërkohë, ajo çfarë kishin të përbashkët, paktën këto gara apo këto zgjedhje, qoftë lokale, qoftë për guvernator, ishin premtimet në një lloj forme, të paktën ata që kanë fituar, që kanë qenë kandidatët demokrat në shumicë, kanë qenë jeta e përballueshme, ulja e kostos së jetesës dhe përditshmërisë, si dhe strehimi më i lirë për ato kategoritë që cënohen më shumë, ndoshta në kampin demokrat paktën do të ketë hapësirë që zëri i njerëzve si zoti Mamdani të dëgjohet më shumë dhe të shkojë më nga e majta ekstreme Partia Demokrate, apo liderët e vjetër do të zgjohen, do të përkrahen disa nga këto politika, por baza do të mbetet tek qendra e djathtë, siç është aktualisht nga demokratët. Po, zoti Mamdani ka suksesin e një fushate të jashtëzakonshme, e cila e solli pushtet atë kur gati një vit më përpara, pak kush e njihte në New York, zoti Mamdani, i cili ishte thjesht një antar i asamblesë së New Yorkut, duke përfaqësuar një zonë të qytetit, por me një njohje fare të paktë të emrit të tij dhe të karakterit politik të tij për qytetarët e New Yorkut. Kështu që mendoj se ishte vetë fushata e tij e cila ishte frymëzuese dhe sigurisht edhe mesazhimi politik që realizoi zoti Mamdani, duke fokusuar sikurse thatë tek kostoja e jetesës, tek kostoja të rritja eksponenciale e kostos së jetesës për qytetarët amerikanë dhe për familjet amerikane dhe nevoja për ta bërë më të përballueshme jetesën për një qytetar të mesëm ose me të ardha të limituara, duke i kthyer dinjitetin në fund të ditës qytetarit amerikanë dhe punëtorit amerikanë. Ishte mesazhimi i cili ishte i tillë nga zoti Mamdani, por edhe jo vetëm nga ai, edhe që si referohemi garave të tjera dhe ato që përmendëm për guvernator në New Jersey ose në Virginia, si zonja Sherrill në New Jersey, si zonja Spanberger në Virginia, edhe ato kishin
uljen e Kosovës pjesë kryesore të mesazhit të tyre politik dhe të platformës së tyre politike. Dhe këto janë profile të cilat janë më centriste në raport me zotin Mamdani brenda Partisë Demokrate. Kështu që mendoj se ishte çështja më shumë se sa vetë karakteri politik se nga vinte, karakteri ideologjik se nga vinte pozicioni që ka frymëzuar votuesit amerikanë dhe çka është më e rëndësishme të theksojmë është një çështje e cila vjet në fakt u ngrit nga zoti Trump si kandidati republikan për presidencën. Ishte ai i cili atëherë kritikonte qeverinë e zotit Biden për rritjen e kostos së jetesës, për inflacionin, për rritjen e kostos së tahimit dhe erdhi në pushtet edhe ai duke shfrytzuar këtë si një prej kauzave më madhore të platformës së tij politike. Sot, duke qenë se republikanët janë pushtet, kanë luksin demokratë për ta shfrytzuar si çështjen e tyre më kryesore dhe duke u afruar në votuesit, jo vetëm demokrat, por edhe votuesit e pavarur dhe pse jo dhe ata republikanë të cilët e përjetojnë në mënyrë drejt për drejt rritjen e kësaj kosto të jetesës. Në raport me Shqipërinë, ku qëndron politika amerikane? Kujtojmë këtu që prej kohësh jemi pa një ambasador, ndërsa jemi përmendur nga presidenti Trump vetëm gabimisht deri në tani. A na ka harruar Amerika ndoshta? Mendoj se jo, mendoj se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kenë një politikë aktive për rajonin e Ballkanit në tërësi dhe për intensifikimin e marrëdhënieve me Shqipërinë kanë qenë pozitive. Mendoj takimet që kanë ndodhur në rafsh diplomatik për përfaqësuesve amerikanë dhe atyre shqiptar. Është një ngërç mungesa e ambasadorit sigurisht për shkak jo vetëm të jo për shkak të dëshirës ose mungesës të dëshirës për ta pasur një ambasador, por për shkak të proceseve politike për nominimin e tyre, të cilat shpeshherë kanë qenë mjaft polarizuara brenda Kongresit, brenda Senatit, për shkak se Senati aprovon kandidimet që vijnë nga presidenca dhe Shtëpia e Bardhë dhe në të sens për shkak edhe të mungesës së kohës që kanë pasur fizikisht për të diskutuar nominimet e tyre, kemi kandidatura për ambasador në vende mjaft më të mëdha, të cilat kanë mbetur të zvarritura, pengje të kalendareve burokratike dhe nuk janë konfirmuar. Për fakt të keq, edhe Shqipëria tashmë prej disa vitesh ka mungesën e një ambasadori të emëruar nga Shtetet e Bashkuara, por vetëm Shqipëria, edhe vendet tjera të rajonit ka hasit të njëjtin fenomen dhe sikur se thash, është edhe një fenomen që e kalon rajonin e Ballkanit, lidhet me procese burokratike të cilat kanë penguar nominimin e tyre ambasadorëve. Nga rafshi politikës mendoj se Shtetet e Bashkuara nuk ndryshojnë në mbështetjen që i kanë dhënë Shqipërisë në rafshin e sigurisë, në rafshin ekonomik dhe pse jo edhe në përpjekje për të demokratizuar vendin. Në mënyrë konstante kemi pak përshkëmbime dhe mendoj se janë pozitive edhe në raportin më të gjerë rajonal për atë që ka qenë garancia e sigurisë që vazhdon të ofrojë Shtetet e Bashkuara për të gjithë rajonin e Ballkanit. Akri Qipa, të falenderoj për analizën tënde dhe gjithçka që thatë, ishte kënaqësi që ju kishim në program. Faleminderit.